NATO-ja rrezikohet thjesht nga Rusia, megjithëse unë nuk besoj se do të ketë një luftë midis Rusisë dhe NATO-s. Është thjesht një projekcion dhe presion që zhvillohet sidomos nga ana e Kremlinit, por Kremlini bën presion nëpërmjet armëve bërthamore. Ajo që ndodhi në Bielorusi duke demonstruar instalimin e raketave në këtë vend nga ana e Rusisë ishte një diversion, do ta quaja, ndaj vendeve të Balltikut, ndaj Polonisë dhe vendeve të tjera të Europës Veriligore, Finlandës e tjerë, por gjithsesi unë nuk mendoj që do të ketë një agresion ndaj vendeve të NATO-s. Mund të ketë provokime, provokacione, por nuk mendoj se do të ketë një agresion. Varet se si do të shkojë lufta në terren në Ukrainë. Nëse ukrainasi do ta fitojnë të luftën në terren, Rusia është detyruar të tërhiqet edhe ndaj presioneve dhe diversioneve ndaj vendeve të NATO-s, por në Ballkan nuk besoj që do të vazhdojë Rusia të ruajë ndikimin që ka deri më sot, sidomos në Serbi, sepse në vendet e tjera ndikimi i Rusisë është në përgjithësi i kufizuar, ka një ndikim tek opozita e Malit të Zi, ka një ndikim tek eksponent të caktuar në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, por nuk ka një ndikim të tërësishëm në këto dy vende, sepse të dyja këto vende janë anëtare të NATO-s dhe po pretendojnë të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Malezia është shumë më afër që të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian dhe unë besoj që do të bëhet shumë shpejt anëtare e Bashkimit Evropian edhe për një arsye, sepse Serbia dhe Rusia synojnë që të dalin në Adriatik nëpërmjet Malit të Zi, pra të kapin portin e Barit dhe portet e tjera të Malit të Zi dhe aty të ndërtojnë ndoshta ndonjë bazë ushtarake që i kundërvijnë NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Pikërisht për këtë arsye Malezi nuk do të lejohet që të asociohet më me Serbinë, sako që Serbia nuk do të jetë anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Nëse Serbia do të bëjë anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, kam përshtypjen që Europa dhe NATO do të toleronin rikrijimin e një federate midis Malit të Zi, ndoshta edhe Maqedonisë dhe Serbisë.